Po nga se vjen kjo? Po para gjithë investime valla. Dhe ato televizor të mbrapa të vinë njerëz gjikojnë ndeshjet, targetohen dhe ne s'ke din. Vuja dy shaka në mbrapa të vinë njerëz të heqin stresin, dozin një çik. Targetohen kënaqen. Botrori tani apo. Po për botrorët vinë njerëz shkojnë botror po kofe. Po mirë, po pse s'vin alla, mos e ke lokacion të keq lokalin atë. Po lokalin e kam mua aty ku duhet unë po. Na morim qaf kjo protesta, jetoni tu e po setoni, shkajnë paça për protesta. Po ja tash si mori qaf protesta. Mos fillon dhe ti tani si frok çupi të angohesh për protestën. Jo, nuk jam, po të vjen. Po të vjen gjysmore një orë valla. Jo gjithë natën e. Ma shoh për rrugën e Tiranës, edhe një 3-4 veta që vinë, ata dalin thonë çoni nga kafja, ikin edhe këta. Po mirë valla, le tikin valla, shumë mirë. Po shumë mirë, po neve çado hanë. Po çike. Kishte lezeta e fisi. Kishte lezeta ato protesta para kësaj proteste valla. Veja aty paraqitesh sa të bësh apeli, sa të shikonte shefi, edhe vinin këtu te lokali im, bësh të thirr. Kishte lezeta valla, se i stresi. Domethënë, dhe di ku ka bërë dëmin më të madh kjo protesta apo jo? Ku e ka bërë? Kjo ka bërë dëm pas se i ka dhënë njerëzve shpresare. I shkon njerëzit duke qeshur valla. Nuk ka më stres, depresion siç ishte para kësaj proteste. Që vin pin raki pra. Po se para kësaj proteste ishin njerëz stresuar, depresion, vinin këtu që ngjash njerëz, ja merr lysin me rakie, me fernet me konjak. Deri 12 natës ai me vin zira unë. Sa çaj edhe vetëm për shtëpia. Po tani janë të qeshur, se ka shpresë, i kanë ndezur shpresën protesta. Po më bëhet më mirë. Nuk vjen. Tani edhe ata 3-4 veta që vinë, pin çaj ose ujë pa gaz. Çfarë do fitosh se një çaj pi robi? Po pra, pi. Plus se çaj s'bën dot as futi edhe. Se s'po futi edhe. Po s'bën se një çaj do pije, çfarë thosh ke marr 7 çaj? Kurse kur ja futet me raki ai, kur vendet e dopi o 3 manë më çka kishte pirë ai. 3 dopi kishte pirë ai. Rrtak 3 shishe i rrasë, unë shkoj aty në tërë. Pas ka fik derën protestën. Ora na morin qafare. Ora ne po falimentojmë, po flasim me vetë. Nuk po kemi lek pa paguajmë pastrusat e valla. Po çfarë bëhet kështu valla? Po mirë ja bura, vasha burr. Po tash do të. Ora mirë shqiptarët, vasha vash totaj. Po turistët çfarë patën valla? Si turistët? Turistët çfarë patën? Po pse turistët ikën? Jo, nuk ikën ajo. Tu janë. Po kanë gjithë protesta valla, vin me këto lokalim. Ka ndal protesta. Nuk vin me këto lokalim valla. Po, pra. Po ti visi si ka qenë te lokalim para protestës apo jo? Me turista, a? Jo, të plot me turista. Ka tavolina aty për shembull, vinin një 3 italian. Ata i kisha të përditshëm unë, ishin klientë çu. Serioz? Jo, të cilën po sisin 3 paninë një qofte. Po valla, dhe qoftën e bënin kështu, me të kaluar sikur pi kështu cigare bar, qysh është ajo. Po, 3 kafshume me të majt me mrena. Siç e thon ta, pizën smar vesh. Desa ti vi rradha. Dhe kur e vonon me një qoftën i thoshte ai tjetër kaloja valla sa po vjen akish qoftë valla. Janë kornac këto italianët do bor, ashtu. Jo, më po pak të vini, kurse te këto tavolina the, te një nga ato tavolina ja 4 veta tu ishin ata, pa ata ishin klientë më të mirë valla. Sa ata merrin 4 paninë në një qofte. Po merrin edhe ujë pa gaz me 4 gota plastike boshë ndanin ujin valla. Nga ishin këta më? Ha? Nga ishin. Po duket se andej nga ku dëgjoj unë, nga Norvegjia ku dëgjoj. Po merra klientë. Se kishin çuar anglishtë folur keq. Kishte folur keq. Jo, nëse ç'të bëjmë valla tani duro, sa të mbaroj protesta, ç'të bëjmë? Po ç'të nuk duron më, se kemi kreditin për të larë valla, se bëra gjithë investime valla. Po ç'të bëjmë tani valla? Po ti bëj thirrje Edi Ramës, unë më gjej shikon atë për na këtë emisionin tuaj. Po Edi Rama. Po jepë apo rridhe ata dorëheqjes se na falimentove valla. Po na le pa buka valla. O zotri të lutem. Po jepë dorëheqjen se po nuk dhe dorëheqjen ti nuk ikin nga sheshi taj. Aty i ke ata. O zotri të lutem. Jo kështu thirrje është emisioni jonë burtani se na probleme tani. Jo te emisioni jonë valla. Po pse valla unë s'po them Ramburg me Rishamburg, jep dorëheqjen po them. Mirë, okay. Mirë, Po Edi Rama, të lutem shumë. Jep dorëheqjen shpëtoj ku popull të na morëm qaf. Nuk po vjen me kem njeriu lokal. Po mirë. Jep dorëheqjen shpëtojmë valla. E morëm vesh për se. Do japi ai shumë e ke thon. Po inshallah jep të shpëtoj edhe ky popull, aman. Hajde më pafshim. Mirë pafshim, ha. Po kalon. Pastaj rrogat e tuaja i merrni, e juaja i merrni, unë edhe të bëj bukë. Më fal. Po sikur ai ti japi dorëheqje dhe njerëzit janë të lumtur pastaj edhe prap mos vinë te lokali jot. Pastaj do vinë nga që janë të lumtur ata, do kenë lek, do vinë do harxojnë lek. Po do bëjnë dasma, se s'po bëjnë dasma. Do bëjnë jesa syne fllike e e ke vënë si ko luftë nuk martohet njeri, valla, s'ka më dasma. Po prandaj theme. Po si ja sa çlirohet Shqipëria thonë. Ja po, edhe këtë radhë çlirohet Shqipëria nga Edi Rama, janë dorëheqje, po na njerëz të rahat, janë lumtur,
Kthehen emigrantët, po kthehen emigrantët disa tas ma vit bëjun këtu tek lokale apo jo? Po di disa loto vend ditë tunë apo jo? Po di disa lek bëjun me shak-shakët që kanë më apo jo? Ore, Ma të shak-shakët do Milan gjonë në buqe. Se do legalizohen baset pa. Ore, se do shikoj emisionin për dita e do të shikoj që ke shak-shakët. Pa ka halle tjera, s'ka halle dhe shashakët. Ej, dëgjoj, do vim pastaj të hajmë 3 paninë dhe i qoftën e të 3. Dhe ju si italiante? Po ja, Ti s'keni fare po zakut doreli ku ti gjeni lek për më shumë qoftë ju. ore lale do i marrim na një qofte për kokë, po hajde. Mirë, dakor. Kështu që ai bëj thirrje edhe një herë për herë fundit, jep dorëheqjen shpëtoj ky popull ai dirama. Ja të mirë suksese. Hajde, hajde se të provën. E ti sukses e njëtë. Tamam, ik çik sa të kalojmë tek